Jozueu, i cili pasoi Mojsiun si udhëheqësin e Izraelit, i udhëhoqi izraelitët me sukses në luftën në Kanaan, ku kishte Perëndin gjithmonë me vete. Megjithse Jozueu nuk arriti të ndiqte plotësisht fjalën e Perëndisë në betejën e Ajit, ai përsëri i udhëhoqi izraelitët sipas fjalës së Perëndisë. Duke qenë se Perëndia ishte me Izraelin, ata mundën të gjithë armiqt përreth tyre. Pas shumë vitesh, erdhi koha që Jozueu, tashmë i moshuar, të kthehej tek Perëndia. Jozueu mblodhi të gjitha fiset e Izraelit në Sikem. Pastaj thiri të gjithë pleqt, krerët dhe gjykatësit dhe të gjithë u paraqitën përpara Perëndisë. Dhe Jozueu i tha tërë popullit: "Kështu thot Zoti, Perëndia i Izraelit: Në kohërat e kaluara, etërit tuaj, si Terahu, ati i Abrahamit dhe Nahorit, banon matan lumit dhe u shërben perëndive të tjera. Por unë mora atin tuaj, Abrahamin, dhe e çova në vendin e Kanaanit dhe i dhash shumë pasardhë. Pastaj dërgova Mojsiun dhe Aronin, dhe godita Egjiptin dhe ju nxorra jashtë. Pastaj kaluat Jordanin dhe arritët në Jeriko dhe unë ju dorëzova në dorë. Dhe ju thash vende dhe qytete për të cilën nuk kishit punuar dhe tani hani frytyn e vreshtave dhe të ulliqteve që nuk keni mbjellë." Jozueu u tregoi njerëzve në detaje se si Perëndia e kishte ndihmuar Izraelin deri në atë pikë. Dhe ai u tha njerëzve: "Prandaj tani t'ja keni frikën Zotit dhe shërbeni me ndershmëri dhe besnikëri. Nëse nuk doni të shërbeni Zotit, shërbeni perëndive të anës tjetër të lumit, perëndive të Amorejve, të cilëve u shërbenin etërit tuaj. Pra zgjidhni për veten tuaj tani, por unë dhe pasardhësit e mi do t'i shërbejmë Zotit." Atëherë populli u përgjigj dhe tha: "Ne kur nuk do ta braktisim Zotin ose t'ju shërbejmë perëndive të tjera, sepse ne e dim se Perëndia na nxori ne dhe etërit tan nga Egjipti dhe bëri shenja të mëdha dhe na mbrojti. Prandaj ne do t'i shërbejmë Zotit, sepse ai është Perëndia ynë." Jozueu i tha popullit: "Hiqni pra perënditë huaja që janë në mes tuaj dhe përuleni zemrën tuaj Zotit, Perëndisë së Izraelit." Populli u përgjigj përsëri Jozueu: "Ne do t'i shërbejmë Zotit, Perëndisë tonë, do t'i bindemi zërit të tij." Kështu Jozueu lidhi atë ditë një beslidhje me popullin dhe i dha ligje dhe dekrete në Sikem. Pastaj Jozueu i shkroi këto ligje dhe dekrete në librin e ligjit të Perëndisë. Ne mori një gur të madh dhe e vendosin në lisin, pranë shenjtores së Zotit. Jozueu i tha tërë popullit: "Ja, ky gur do të jetë një dëshmitar për ne sot për atë që kemi bërë me qëllim që të mos e mohoni Perëndinë tuaj." Pastaj Jozueu e ktheu popullin në vendin ku ishte më parë, secili në trashëgiminë e vet. Pas këtyre ngjarjeve, Jozueu, bir i Nunit dhe shërbëtori i Zotit, vdiq në moshën 110 vjeç. Populli e varrosi në vendin e tij në Timnath Serah. Pastaj Elazari, biri i Aronit, vdiq dhe u varros në malin që ishte pronë e birit të Finehas dhe që ja kishin dhënë në krahinën malore të Efraimit.